A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Të dashur ndjekës të kanalit ton, jemi ritakuar sërish së bashku në mësimin e radhës, por përpara se të kalojmë tek mësimi i ri, do t'ju rikujtoja që në mësimin e kaluar kemi marrë tenvinin in dhe kemi analizuar gjithashtu pra disa prej shembujve që ne kishim përzgjedhur për ju. Uroj që ju t'i keni shkruar në fletoren tuaj të shënimeve, t'i keni lexuar dhe të keni bërë sigurisht edhe krahasimin me mënyrën se si ne pra i lexuam ato. Ndërsa sot do kalojmë tek mësimi i ri, që është zanoria u, dhamma. Zanoria u shkruhet sipër shkronjave dhe sigurisht ka formën e një wavi të vogël ose ndryshe presje, si që kemi ne në gjuhën shqipe. Pra, forma e zanores u në gjuhën arabe, që ndryshe quhet dhamma, shkruhet sikurse shkruajmë wawin të vogël ose në formën e një presjeje në gjuhën shqipe. Pa humbur kohë, t'i lexojmë shkronjat me zanoren u e cila shkruhet gjithmonë sipër shkronjës dhe asnjëherë nuk shkruhet poshtë. Atëherë, vazhdojmë me elifin. Elifi lexohet me zanoren u. Pra nuk e zgjasim. Bu. Vazhdojmë. Tu. Nuk e zgjasim. Thu. Gju. Vazhdojmë. Ho. Vazhdojmë. Du. Dhu. Zu. Su. Vazhdojmë me shinin, si lexohet me dhamma. Shu. Me ajnin. Vazhdojmë. Fu. Me kafin. Ku. Vazhdojmë me lamin. Lu. Me mimin. Mu. Nu. Vazhdojmë. Hu. Vazhdojmë me wawin. Wu. Shikoni se sa ngjasojnë wawi me dhammen e cila vendoset gjithmonë thame pra sipër shkronjave. Vazhdojmë me shkronjën e fundit, për sa i përket shkronjave të holla. Ju. Tani vijojmë me shkronjat e trasha. Khu. Ru. Gu. Vazhdoj me kafin. Ku. Vazhdoj me sadin. Su. Vazhdoj me dadin. Bu. Pra, dëgjoni me kujdes se si i shqiptoj shkronjat e trasha. Vu. Pra, këto ishin shkronjat e holla dhe shkronjat e trasha, se si lexohen me pra zanoren u, dhamma.
Vazhdojmë dhe shohim së bashku disa ushtrime për sa i përket leximit me zanoren u. Tek shembulli i parë, shohim me kujdes cila prej shkronjave ka zanoren u sipër, sepse ajo vendoset sipër shkronjës thamë. Dhe shohim se ka elifi, pra një waw të vogël, ose dhamma, ose gjason thame me presje. Atëherë, si lexojmë? Umemin. Umemin. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Kemi dy dhamma, që do të thotë kemi dy zanore u. Kutubin. Kutubin. Vazhdojmë. Kemi një në fund. Ibadu. Ibadu. Vazhdojmë. Kemi një në fillim. Unasin. Unasin. Subule. Subule. Kemi dy dhamma. Wal-tubi'a. Wal-tubi'a. Pra ka ardhë shkronja e trash me dhamma. Vazhdojmë. Ukulin. Ukulin. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Mafatihu. Mafatihu. Takhasumu. Takhasumu. Vazhdojmë. Pra kemi dy wawa dhe shohim se ka ardhë e para me fetha me zanoren e dyta me dhamma me zanoren u. Wa wudi'a. Wa wudi'a. Vazhdojmë. Tani, tu duhet kemi kujdes se shohim se ka ardhë një waw dhe sipër ka ardhë hemze. Dhe thame që wawi kur vjen me hemze, luan rolin e elifit dhe nuk lexohet wawi, lexohet thjesht vetëm hemze. Do t'ju kujtohet në mësimin e kaluar tek shembulli që kemi marrë. Pra, nëse sipër wawit kemi hemze, thjesht lexohet hemzja dhe nuk lexohet asnjëherë wawi. Pra ngjason sikurse kemi një elif të vetëm. Mos u ngatroni me elifin që ka ardhur pas, sepse elifi këtu është e pashënjuar dhe kuptohet qartë, duke qenë se është e pashënjuar dhe përpara ka zanoren fetha, e kuptohet që është pra shkronjë zgjatëse dhe ne do ta zgjasim. Yu'akhidhu. Yu'akhidhu. Vazhdojmë tek shembulli tjetër. Fi dhulalin. Fi dhulalin. Vazhdojmë. Bima ta'iduna. Bima ta'iduna. Tashmë ne duhet të përqendrohemi tek zanoria dhamma, tek zanoria u. Kama su'ila. Kama su'ila. Vazhdojmë. Khuduwati. Khuduwati. Tani edhe këtu duhet kemi kujdes, sepse shohim që ka ardhë wawi. Mi po wawi ka shenjen, pra vizën të hecë sipër, që thame lexohet a, por jo vetëm dhe zgjatet njëkohësisht dy kohë. Atëherë, përderisa wawi nuk është bosht, përderisa wawi nuk ka hemze, ngjashëm me shembullin që lexuam pak më lart, atëherë ne duhet ta lexojmë në bazë të zanores apo shenjës që ka. Duke qenë se kjo ka vizën të hecë sipër, do ta lexojmë me a dhe e zgjasim dy kohë. Khuduwati. Khuduwati. Vazhdojmë me shembujt e tjerë. Bi gulamin alimin. Bi gulamin alimin. Vazhdojmë. Fala junaha.
Fala junaha. Kujdesi tek forma e zanores u, të dhamma. Sepse, pra, si që dhe ju e keni parë deri tani, zanoria fetha me zanoren kesra janë të njëjtë. Pra, shkruhen dhe kanë forma të njëjta. Por, njëra shkruhet sipër, eja shkruhet sipër shkronjës, kurse kesra ija shkruhet poshtë. Ndërsa wavi ndërsa zanoria u, pra dhamma, ka formën e një vavi të vogël tame, ose presje, pra ndryshon nga forma për sa i përket zanores fetha dhe kesra. Si e lexojmë shembullin që kemi para, fe idha nufikha, pak kujdes këtu, sepse shohim se ka ardhur f dhe elifi. Mirë po, a mund t'jetë elifi këtu shkrojnë zgjatëse? Jo. Pse? Sepse ka ardhur me kesra poshtë. Pra ka zanore, ndërkohë përderisa kemi 2 shkronja, kemi dhe 2 zanore, të dy ato lexohen. Atëherë si lexojmë? Fe idha nufikha, ndërsa këtu elifi ka ardhur si shkrojnë e medi dhe zgjasim, sepse është e pashënjuar. Fe idha nufikha. Vazhdojmë me shembujt e tjerë. Fiha manafi'u. Pra shohim se kanë ardhur vizat tërheqëse edhe këtu dhe i zgjasim. Ne shohim tek mësimi i ditës së sotme që kemi marrë pra dhamme, zanoren u, ku vendoset dhe mënyra se si ajo shkruhet. Vazhdojmë me shembullin e parafundit si duket. Wa idha quri'a. Shifni këtu, ngjashëm me wavin që e pam pak më parë, që sipër wavit kishte ardhur hemze, kemi shembullin këtu që sipër jës ka ardhur hemze, edhe jëja këtu nuk lexohet. Pra lexohet vetëm hemze. Nëse hemze ka e, nëse ka i, nëse ka u. Atëherë këtu jëja nuk lexohet, ashtu sikurse edhe wavi që nuk u lexonte. Wa idha quri'a. Dhe shembulli i fundit, yahiju fatarahu. Mund të duket si e ngatëruar, sepse janë 2 fjalë ku edhe shkronjat i kanë të ngjitura. Behijun është fjalë veç, fatarahu është fjalë tjetër. Atëherë shohim se ka ardhur jëja këtu me fetha dhe lexojmë je, ka ardhur këtu vizat tërheqëse poshtë së bashku me jën e pashënjuar që tregon se është gjatëse. Ju. Fatara, përsëri ka ardhur vizat tërheqëse sipër ras, edhe jeja si shkruan zgjatëse dhe zgjasin. Fatarahu. Shikojmë që ka ardhur 2 dhamme. Atëherë, edhe pas shembujve, do t'ju thoja se është e rëndësishme, por shumë e rëndësishme, që t'i shkruani patjetër në flentoren tuaj të shënimeve. Këto që ne kemi përgjedhur për ju. Dhe mos harroni, përveç këtyre që ju duhet t'i shënoni patjetër, hapni Kur'anin dhe shikoni në sure të ndryshme se ku mund ta gjeni pra zanoren dhamma, u. Shikoni shkronjat, fjalët, dhe pse jo edhe me një laps, pra mund t'i shënoni zanoren u. Ku ta shikoni tek cila shkronjë apo fjalë dhe mund ta rumullakosni, ta bëni me shenjë që t'i dalloni ndryshe nga zanoret fetha apo kesra. Atëherë të dashur ndjekës, neve kemi përfunduar për sot së bashku, duke ju lënë takim në mësimin e radhës. Deri atëherë qëndroni në mëshirën e Zotit të Madhëruar.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.